Pavarësisht ritmit të kënaqshëm të lojës, ekipi flamurtarit nuk ja ka dalë të sigurojë 3 pikët në kryeqytet. Vlonjatët janë mundur nga Dinamo në shifra 2-0 në ndeshjen e të shtunës të zhvilluar në Tiranë. Ndeshja nisi me rivalitet të lartë mes të dyja ekipeve, ku mjaft raste pati si nga Flamurtari i Vlorës, por edhe nga Dinamo. Në pjesën e parë, gjithçka ishte e ekuilibruar deri në minutën e 27 të takimit, ku dëmtohet Çantakias. Vendin e tij e zë në fushën e lojës Vegas, ku ky fundit në arkun kohor të 4 minutave katranos gjithçka. Vegas ndryn me faull ndaj Guindos dhe merr direkt kartonin e kuq. Pas kësaj minute, në pjesën e parë, Flamurtari i detyruar kthehet në mbrojtje. Trajneri Garcia zëvendëson një mesfushor me një mbrojtës, largohet Beaten dhe në fushën e lojës futet Bruno Telushi. Me një lojtar më tepër, Dinamo mori e përsin, por pa gjetur golin. Pjesa e parë u duk se do të shkonte drejt barazimit, por një gol i nxjerr nga Ichi në minutën e 43 të takimit nga Guindo, i cili pak minuta më parë kishte lënë edhe kundërshtarin me 10 lojtar. Pjesa e dytë nisi me të njëjtin skenar, me Dinamon që sulmonte më tepër për shkak edhe të epërsis në fush, por edhe Flamurtarin që mbroi. Ekipi vlonjat preferoi të luante i detyruar me kundrasulme, duke kontrolluar mjaft mirë topin dhe duke kapur me këtë skem kundërshtarin disa herë në vështirësi, por pa mundur të realizoj. Ndeshja mund të cilësoj e mbyllur në minutën e 75, ku Thiago Nani shënon dhe golin e dytë të takimit. 15 minuta lojë të mbetur dhe 2 gola në epërsi me një lojtar më pak e pa mundur që të kthej si rezultat nga Flamurtari. Në minutën e 82, një lojtar i Dinamos, Ferruku, merr karton të kuq, por ky vendim nuk ndikon as pak në rezultat apo edhe në ecurinë e mëpashme të takimit. Në fund të kësaj ndeshje, Flamurtari e sheh vete me një lojë të mirë, me një kontroll topi me 51%, i cili shkon në favor të vlonjatëve, por pa mundur që të konkretizoj asgjë në rezultat. Dhe ndeshja mbyllet me rezultatin final 2-0.